14 marsi simbolizon ardhjen e pranverës dhe si një ditë zyrtare pushimi, kjo fest ka kaluar me orë të gëzueshme festive. Ndonse moti nuk ka qenë shumë favorit këtë vit, asgjë nuk i ka ndalur fëmijët që të festojnë. Në Durrës, qendrën e dytë më të rëndësishme në vend, kjo ditë ka kaluar me një atmosferë të gëzueshme dhe kjo fal fëmijëve të talentuar të Qendrës Kulturore të Fëmijëve. Në orët e para të ditës, sektori i veprimtarive masive pranë Qendrës Kulturore të Fëmijëve ka mbajtur në shesh shfaqjen Karnavale në qytetin tim. Sheshi Liria u mbush me ngjyra dhe tingujt e fëmijëve të talentuar të kësaj qendre. Prindërit e fëmijë kanë ndjekur nga afër aktivitetin festiv. Ata kanë përcjellë nëpërmjet mikrofonit të Adriane Televizion urimet për festën e verës. Gëzuar ditën e verës! Gëzuar ditën e verës! Gëzuar ditën e verës! Ne sot kemi ardhur për të festuar ditën e verës. Gëzuar të gjithëve. Gëzuar të gjithëve në mbarësi. Edhe unë gjithashtu, jam Mimoza Taragjini. Ju uroj gjithë shqiptarëve gëzuar ditën e verës. Gëzuar ditën e verës. Gëzuar ditën e verës. Gëzuar ditën e verës. Urime për këtë ditë festive ka përcjellë dhe drejtoresha e Qendrës Kulturore të Fëmijëve, zonja Alda Zyveri. Përshëndetje, dua të uroj në një këtë ditë të bukur që shënon ardhin e pranverës të gjithë fëmijët jo vetëm të Qendrës Kulturore të Fëmijëve Durrës, por të gjithë qytetit të Durrësit. I ftoj të gjithë të kalojmë sa më këndshëm një ditë si sot, plot me lule, argëtim për gjithë fëmijët e qytetit. Dita e verës është një festë pagane me origjinë të lashtë. Festimet kryhen në nderim të natyrës së bukur dhe bimësisë që merr jetë pikërisht në këtë periudhë. Pallokumja është gatimi tradicional që e karakterizon këtë ditë, ndërsa në disa zona të ndryshme dizen edhe zjarre një natë më parë. Gjithashtu, një detaj i rëndësishëm i kësaj feste është dhe vendosja në dorë e verorës, një bërzylyk me fije me ngjyrë të bardhë dhe të kuqe që lidhen në kyçin e dorës dhe zgjidhet kur të shihet dallandyshja e parë. Në disa vende veroret varen në tek pemësh, kryesisht dafina, që dallandyshet i marrin të sjellin barësi. Donse kjo ditë vazhdon të ruhet edhe festohet më shumë në qytetin e Elbasanit, ajo është festë e të gjithë shqiptarëve, pasi festohet kudo nëpër Shqipëri.